Dhe me gola të shënuar, edhe pse ka një më pak se Messi, në statistik del tjetë më i suksesshëm për kombëtarin se sa Lionel Messi. Se Messi ka më shumë paraqitje. Ne kemi Mbappe o dal me 18 vjet, 19 vjet kampion bote. Edhe ka qenë protagonist kur o dal kampion bote. Se cilin kampionat ne kemi pa Mbappen ka qenë shumë nivel. Unë nuk e di një kampionat që me thonë Mbappe nuk lujti mirë, ose një ndeshje në kampionat botnor që me thonë nuk lujti mirë. Ndërsa për Messin plot ndeshje, në kampionat e kena pas që s'ka lujt mirë, ma herët. Në Katar dhe i dikun ka qenë mirë, ndeshjen e parë me Arabin Saudite ka qenë lëmë, aty këto në ndeshje, po ka lujt dhe me thonë mirë, ka qenë meritor që Argentina është pol kampion, Mbappe nuk e kemi pa të lujt dop, deri këto në kampionate botnore. A të rëgën kjo që është në nivel me Messin edhe Ronaldo Mbappe? Pse s'qenë ka me nivel me Messin kjo dhe me ata? Nështë ta që s'është, pa të rëgën kjo që është. Kjo e fiton edhe një ku botës i bon 2, sa i kanë këta? Një, nëse Messi se fiton këtë edicion. Po ta është i kjo i fiton i bon 2, ka shansë mi bo edhe 3, se kjo ma i ri është. Po, kjo ka shansë luaj. Ka shansë edhe 4. Për 4 nuk e di. Me bo me vazhdu me lujtë së kërta që i kanë vjetë ka shansë edhe 5 mi bo. Zgate për 6, nëse janë njëse. Si Ronaldo dhe 7. Prej 2, 3, 4, 5. Genta, a i ka lënë nivelin e Messit edhe Ronaldos Kylian Mbappé? Që të shaj rivaliteti i